Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Dita e djeshme në fakt për fansat e Gjestit ka qenë një ditë goxha e sikletshme, ka qenë një ditë goxha me pikpyetje, shumica nuk e kuptonin në fakt se çfarë po bëhet, shumica nuk e kuptonin dhe çfarë janë këto tituj të tmerrshëm, këto tituj gjigant, këto tituj që dhurojnë pikpyetje të mëdha, domethënë çfarë ndodh me këto tituj, dhe unë në fakt dua që këto tituj ti bëj bashk edhe ta komentoj një herë për gjithmonë çfarë ndodh me Gjestin. Tani Gjesti historikisht ka qenë fabrik klikimesh. Ne luftojmë për klikime të gjithë, media lufton për klikime dhe është në gjendje që të bëjë gjithçka vetëm e vetëm të siguroj disa klikime që në fund të ditës i futen në punë mediave. Gjesti si personazh, si karakter, si natyrë, është natyrë që në të gjithë dimensionin e tij, domethënë çfarëdo që të postosh për Gjestin, ti mund të marrësh klikime. Dhe ditën e djeshme u postuan disa lajme për arestimin e Gjestit. Por në thelb brenda fliteshte për një arrestim të mundshëm në qoftë se Gjesti nuk do të paraqitet në gjykat në seancën e radhës. Domethënë, nuk ishte paraqitur këtë seancë, nëse nuk paraqitet dhe seancën e tjetër do të ketë ndëshkime. Domethënë kjo ishte tema që përfliteshte, kjo ishte tema që komentoheshte, që në fakt u bë një alarm shumë i madh që njerëzit apo fansat e Gjestit arritën ta keqkuptojnë dhe u shqetësuan jashtëzakonisht shumë. Tani, unë jam shumë i bindur që Gjesti nuk do të ketë as arrestime, nuk do të ketë as thirrje me polici, sepse unë jam shumë i bindur që advokati i cili e mbron Gjestin e di shumë mirë lëndën se për çfarë bëhet fjalë dhe e di shumë bukur se a mund të jetë Gjesti në gjykat apo mund të mos të jetë. Në momentin që duhet, me patjetër, kur është të dash Gjesti është paraqit dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Çdo njeri që ka një lëndë, çfarëdo qoftë ajo që është, qoftë edhe një dënim makine, ti duhet paraqitesh në gjykat. Është ligj. Si duhet ti ikësh ti në spital te doktori kur duhet marrësh në injeksion, apo ti ikësh të aplikosh për pasaportën dhe gjykata është ashtu. Dhe mua nuk më duket ndonjë gjë tragjike për ta bërë një lajm kaq të madh edhe për të shkruar titull arrestimi i Gjestit. Gjesti është në kohën e tij më të mirë, ai po punon me shumë intensitet, edhe pse me zemër të thyer ai nuk ndalon për të qenë afër publikut, po na dhuron energji të mirë, po na dhuron pozitivitet dhe po na shijon me momentet e tij të bukura. Do të thënë, Gjesti nuk do t'i ndalon koncertet. Ai do të jetë nëpër koncerte, do të këndoj për fansat e tij dhe do të na dhurojë gjithmonë atë Gjestin që ne duam ta shohim.